Përshëndetje, përsëri me mua Frenkin në kanalin tim. Përpara se filloj me videon, mos harroni like dhe subscribe. Siç ju kam thënë, së shpejti do jemi një projekt të ri. Pra do të ndryshim komplet temë, nuk do të kemë një video pra ku thjesht jemi në anglisht, por do të kemi një diskutim sot. Një diskutim për temën e cila ka prekur të gjithë njerëzit që në shfaqjen e saj, pra, është pikërisht COVID-19, pandemia e cila u shfaq në 2020. Vërtet duket pak e çuditshme që po flas sepse jam vetëm fëmijë, por edhe ne nuk na ka prekur një më pak nga të gjithë, pra jemi edhe ne të cënueshëm. Nuk është ky problemi në fakt. Thelbi qëndron se të gjithë ne kemi familjar në shtëpi, pra të rritur, por kemi dhe familjar që kanë sëmundje shoqëruese dhe pa dashje ne ja transmetojmë atyre, duke i vënë në rrezik jetën e tyre. Ne mund ta shmangim, si do me thënë, duke mbajtur maskën. Në çdo ambient që kur dalim nga shtëpia e derisa të vim, të disinfektojmë duart, të lajmë duart, të mbajmë higjienën, të shmangim kontaktet, pra e objekteve që janë të frekuentuara, pra objekteve publike. Sepse duke bërë këtë, ne mbrojmë dhe veten në radhë parë, por mbrojmë dhe familjarët tanë dhe të tjerët. Sepse kjo pandemi ka treguar që është e pabesë. Ka marrë shumë jetë, ka lënduar shumë zemra, ka hapur shumë plagë që nuk do të mbyllen kurrë. Për disa që kanë qenë në fat, thonë që kanë rilindur dhe tani jam shumë i sigurt që respektojnë masat më shumë se kurrë. Unë shpresoj shumë që ky mesazh të jetë arritur sa të pak tek ju. Bëheni dhe për veten, bëheni dhe për të tjerët. Sepse ne të gjithë, nëse i mbajmë këto masa, jo vetëm mjekët që po luftojnë me virusin, por edhe ne quhemi heronj, sepse po mbrojmë veten dhe familjarët tanë. Faleminderit.